Bravo! Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Lufta e fundit la trauma të mëdha për shumë familje në vend. Shumë njerëz u vranë, shumë të tjerë vazhdojnë me qenë ende të zhdukur. Në këtë seri të emisioneve do vazhdojmë të sjellim rrëfimet e familjarëve, të cilët që nga lufta e deri më sot vazhdojnë të kërkojnë fatin e familjarëve të tyre të zhdukur. Do sjellim dy rrëfime, njëri nga nëna Hasime Doçi dhe tjetri nga Ahmet Bajrami, që të dy familjarë të viktimave të cilët ende vazhdojnë të jenë të zhdukur. Këtë cikël të intervistave po e zhvillojmë me qëllimin e vetëm që të kujtojmë dhe të dokumentojmë traumën të cilën këta njerëz e kanë pasur, e po ashtu të bëjmë thirrje për secilën prej jush që keni çfarëdo informacioni për fatin e këtyre të pagjeturve, të informoni familjarët dhe autoritetet. Po i ftoj me ndjek rrëfimet e tyre. Unë jam Hasime Doçi nga Klina, gruaja e Shar Doçit, edhe nona e Fatmir Doçit, edhe gjyshja e Mergim Doçit. Tret nuk i kam ofër. Më kanë vrarë burrin për shkak se ka lëzën ti që shekon e fëndzin e parë. Edhe te ura e drinit, te ura e qke hagjis që të që është e ka dope i kolone, Milia, vetit ka treti u konë, burri jam i katërti. Edhe i kanë thonë Jashar, ty dojna me të vra. Në fëndzin e mra mu konë kjo. Ka thonë dojna me të vra, ka thonë pse më mra mu, ka thonë pse te ka lëzën qka ke pa. Edhe dhe mosh lika u konë aty, kojshi i jonë, atina i kanë thonë ti etë drejt rrugës trenit, që kanë drejt shpitanës edhe ty punë të s'kem. Ato e kanë vra. Kush? E ka vra Milia Radonovic, edhe dy tjerë janë konë i treti, burre jam i katër, pa ata tre nuk e di kush janë konë. Milia, çka u konë? Milia u konë polic. Kojshie kemi pas, edhe aje ka dope i kalone, edhe e kanë vra, e kanë prej dore kom, edhe e kanë gjundri, edhe jenë shku të Ramiz Makiqe, drejt qasaj udhe, kur jenë shku të për gjakt. Ja ka qelë derën Ramiz Makiqe, kena pas qiken e nipjet aty të martune, Shqipja. Edhe ata ja kanë ru emnin Shqipes, mos me thonë Shqipe, po me thonë Dragic. Kur i ka një qenë himrena, i ka thonë ai Ramizi, krystëri shpis, ka thonë, a bon, me ditë ka në mëtë kështu, ka thonë, po vëllaj Jashar Doçin. Ka thonë, po, mirë bëllë ka, pra Shqipet që t'na ka i kafe, jo Shqipet Dragic që t'na ka i kafe, edhe bena të pime ka i gotra ki, kur ka një aja të dere, se dojtë babes, edhe një pe kanë pas në rrugë, që në kanë, ka thonë, ku a dajnë Jashare pas kanë vra, që shqef që i kafe të në me pi këtyne, edhe i ka pështu tabla pej dore. Kur i ka pështu tabla pej dore, ka thonë, ku janë hi ata, pse qka u bo? Ka thonë, kur gja, të legu mëra, pështej tabla. Edhe po mirë, po janë ardhë pej Prishtine, në shku e kanë vetë atë qiken, shpit vetë, njëjtën që të ja ka dhonë që të fjallë që shpo të thamona. Edhe kanë hjek nëna vetë, e ka hjek atë qik pej atyhit. E ka dhonë tash është për të malisheve martune. Edhe neve në qëtën për shpije, 30 Bajram. 99. Po, 99, edhe jenë ashtë njësë, u hinë i farë slavë, u konë të punu në fabrikë me djallë. Djallë jem, dytë jenë konë, babe djallë jenë konë fabrikë të i punu. Djallë jem një javë, a 10 ditë pa dalë për i pune, ka bo fjallë me një serbë aty. Edhe ka thonë, nuk e ki mirë Fatmirti, ka thonë, mirë e kam, nuk muj me u leju në qafë më hybë gjithë ju mu. Unë e lëshej punën edhe shkaj në shpe. E ka lëshu punën në shpe. Kur ditën e Bajramit që na kanë qitë për shpije, u ardhë qaj. Edhe u him rena, ka thonë lejet e njeftimit. Ja kena dhonë. A u konë në uniformaj? Po, me uniformë u konë. Qizë vetë pletë gjake kësh po, se ka lëshu altin për tukë i kam sho. Unë e kësha qitë të pësi me hangër, buk mi u këthy. Tha burrin e ki të mirë, tha po djallin se ki të mirë.
Thash djali, kujna oj që ti babe. Thash djali është edhe maj mirë se baba. Unë di tha o maj mirë ajo, tha veqa, qka o këtë qka o. Tha kish bo fjallë me ta, po mirë, po në hjekën për shpije, dullum për shpije, burën s'pat kush që qëtë. Djali kojke me nuse, me qikë si shiu si bjenë, të ke baba me të atje, që është dojë me dojnë, ku dojë me shku pa babën, mos ka me pa kur, se të dike. Po mirë, po jena njës kur jena dojnë Kramavik, pa dojnë Kramavik, se na kanë qitë për shpije, unë ju më këthy edhe i herë, i kumë thë, hajde bre burë, mëse mërë djallin qafë, për zetë zotit, se djallin po kone për mërzitët edhe unë edhe reja edhe kretë ka thonë, shkani ju se do miru vatanën tem, do miru shpinë tem, po s'mun është miru o burë qëre, unë e kumë përmiru, qështu, sa koke që konë, ka po sërpknej, tonë në altia në konë qështu ndorë, unë e nërmje tynë edhe ju më shku në shpi, në qatë flokë, ju më shku për burë, edhe kumë bori gjë s'u më ka orë, edhe ju më këthy të djali, me në gjë kumë gjithë kollunë të ne, kur jena shku në Kramavik, na kanë do jenë shku për Kralën, neve na kanë qu për Qifllak. Aty jena konë në vend Qifllak, një farveni, se ishin konë mos vetë qysh. Edhe të përzet thotë që jena konë. Edhe heq mirë s'ta kanë prit, po atëherë ish luft, nuk ish mundësi me të prit mirë kërkush. Edhe na ata djemë dalshin, ikshin, aksham, vishin shpi, në sabat dilshin. Po mirë, po kur na bënë neve rresht me na vra, të në bunare kanë pos na bërë, me një kufe kanë zerë, kështu në zërshin uj, tha veç na ka o lojme mjo po shkatu, qika u konë 3 vjetë e gjysë. Kush thashtë? Serbt, se u kishë do në urdin me na vra, neve qka ishëm aty të qaj për jaziti. E tash djemë të ka përcy duvarët, duvarë mi duvarë, 2 metra nalë duvarë, zërin, gjithë qka po të shtike me bo, edhe janë dalë një kanë mujtë, tash ka sa vetin tërnë. I kumë thonë qikës, thash, qika jeme, a vetë jo nënë stane. Edhe në vrofshin, 3 javë dhe të në vrojnë, mos tjesëm gjallë as njona. Edhe jena vyt i shkon njone, ka thonë, qik, mos të tëtë hetë, se na ke murnën qështu, se nuk u vrojnë, mos të tëtë ne. Edhe janë i kënë shku, kur janë i ka ta janë shku, na jena himrena, edhe këmë kajtë. Na këshëm kanë orë djemë, kanë orë bukë. Ndë bukë e bëjshëm gati që shmojshëm. Unë e gatu isha për tonë ata, qka ishin 3 atë shpi, edhe une për 2 portë këmë gatu vetë edhe këna hongër bukë vetë bashkë. Kur dul djali anene, ditën në shingjerë gjithë u konë, kur së harrej këtë ditë e kom ditë me shej, u dal djali me 3 vllaznin e rezë bashkë. Ju më dali ku më thonë tash, djali, mere që qishe me uj me veti edhe që të laknurja, kësha qitë pa zajtin, pa harsh, veç lakna edhe kryp. Thash e hani kur të në tuhni, se dulen 4 sa hati për shpije. Kur janë dalë, tha naun, amanet që qik po ta lau, nauna jem. Tha se nuk dihet qka bëhet kjo luft është. Thash, mo bre naun, mos ja thuj naunës këtë fjallë, se shumë është e fështirë me ja tha naunës këtë fjallë. Tha naun nuk dihet qka bëhet, a kthehëm as kthehëm 20 ditë, edhe jena unë që 10 sa hatin, një blëk para dere, i kom një kur kanë krisë pushk të para. Kop. Tha shej gra, djemë të janë të drinë, që ne kanë krisë pushk, edhe su bo me thonë 20 minuta e në orë dhe gratë këjshive. Tu kish, tha që për ju kishet. Tha i kanë vrot dhe të drinët, po nuk po dihet kush janë, s'ta kalëzajshin neve. A i vëllavi e resi modhi u ikë. Se që shu ikë, 20 ditë, a i është mërin, 20 ditë që shu ikë a i, kur orë në kësha mas 4 ditëve, në aty i lypë djemët, jena qujna shku në punë tyne, në ratë këftë s'kom, me në tres, tha me në vra edhe neve më mirë, se djemët në i kanë morë, s'ka në vy neve tash gjallë. Jena shku, kur jena shku aty, ishe kështë në konë të hongër bukë, aty më rejë këthikat. Tha që që pjo, tha ma po ekni pe që tu ujtë, tash, o, për i zëtit vranë edhe neve, se djemët në i keni morë, amon, asë nësë dojme me të gjallë më mërë djemë. Jena dollë para te në kasë, në kanë shkelë. Qka thanë ata? Ata thanë, veç puni me shku në shpi. Jena këthy, edhe kur që tjetër s'ka tarë, kur jena orë në shpi, kanë thonë, tha,
O, i kanë marrë ushtria shkive, ushtria i kanë marrë. Roda i ratë koftë që të edhe në kretë ku i në shku, ajo kone mollit zi, shkon hënë e donë aty i lindun, edhe me ta i shkon bashkë kështu zemre aty në i shkon. Edhe tash, na jena këthy, të shpe, masa ne na kanë thonë nërhavec, janë do tesha. E tha që u këthy vlau i nusës. Vlau i nusës tha... Kur u këthyaj? U këthy mas 3 ditëve, u këthy, tha, ata i kanë qu, tha, në shpet Ramhalitit në Rahavec, mjek i dhëmve i shkon. Aja s'u konë heq e vërtet ashtu që është të kaj, po ajo ik e dalë në dëblitvarë, trup drinit i ka ra, që ashtu dalë mal, e ka po me këta që ka u bo krejt, vetë u ik me pështu, këta i ka lanë që aty, flejt në gjumë, një kombi, kanë flejt në gjumë dëbi dëllë, në gjumë i kanë zonë. Kur i kanë zonë gjumë, janë qusë në gjumë o njerë që është. Edhe tash, falë se nuk ku muj me qëndru, po duhet me qëndru. Ku mo bolë që 26 vjetë edhe tash baj. A i ka pa gjallë halati të i marë? A i bajagip i ka pa që u bo me ta. A i kanë vra, as i kanë vra, a i aty ka pa pe i molli. U vdolë të një shku në kishë dëblibarit. Tash që shpo thuin, a i theke më kanë qu edhe mu atje, po atje s'u kone vërtet ato që kanë qu. A i e dikret në gjarjen e tyne, po kur s'kanë kalzu. Mu si nanë, s'u më kanë kalzu kur. Gruja atina i punën komunet qëtë, pastrusa është. Edhe tash, na kanë thonë masanene, hajde se në përlojgjët Rahavecit janë dhe tesha, mas se u bo mirë 2-3 ditë këshe, jena shku. Kom. Ma në utërke guja pa hongër pa pi, me nën 3 e me bab 3, i shkoni kufer, me filiko që ushtria jënë, kanë fishlu shku guja s'de që tu, kret gjoma, kret konzerva që këshin hongër, këshin gju sërt. Më përlëgje ma, e jam shku kret kom të minja gjak të t'kurru. Edhe se disha që po bohat me mobil, e qaq pe sekleti që kisha. Mos përvov zoti me vlatë se i shumë shtirë. Ma shtirë s'kesh kun këtë dyje. Edhe e di që ma ka... Që kesh kun kom prej qiflakut? Po, e jena shku dhe këte në Rahavec. Sa orë keni hecë? Po valla nuk e di, sa atëherë nuk muj me ditë. Nuk di kena jetë, shumë kena jetë, jena shku, ka përty shumë fshata, kena më rrinë në Rahavec atje. Nëse, po, në Rahavec mirë tash. Se di fjallën e funit, djalli, kur u dola dhe të shpijese e harrova dhe këtë fjallë, më kalon amanet qiken. Ka thonë, nona jeme, amanet që qik ma këqyrë. Këmë thonë, ma bre nonë, mos më thuj kështu, se nona e ka shtirë këtë fjallë me tani. Nona jeme amanet në dur tua që qik po ta lau. 3 vjetë e gjysmi ka pos qika. Edhe i shkon, se kështë të folë, i shkon një kufer, i shkon një qik, në qamë për të kuq, e kish pas bestekin dhe qëtu. Tha, është kjo, thash ju, ajo është gjallë, nuk është kjo qiko ka. Kush që tha? Bestekin, ushtria ju, të një më thanë. Mas u bo mirë, na që në Rahavec me këqyrë. 3 herë jena konë kom në Rahavec me këqyrë, për tesha tyne, nuk janë. Po mirë, po, kur una këthy, nejse, kur jena këthy, ka thonë një pi jënë. Oja si me që shjena, ormin e kam jënë. Për dhe të këna nej pa hongër, këna nej pa pi, këna nej gjithë qysh mo, si në theshin refugjate, gjithë shka, po të nej prenejshëm. Kur jena krymë, tha jasime, tha shhuj, tha zëtit losh nësh për dajnë Jashar, tha dhe zëtit losh nësh për dajnë Fatmer, tha shkafsh nësh, se pidi, vëlla, fort mirë pidi. Pse për dajnë Jashar të i ke zotit losh nësh? Pse kish po të vra. E ti se dishe që e kanë vra? Ha? Ti nuk e ke ditë që e kanë vra? Unë e disha pak që e kanë vra, se kur erë kolona e mrabë në qiflak, pe klinës, kolona e mrabë, kur erë, tha qëre. Tha, dikon e kanë vra, kanë doja shorën pe kolonë, tha, dikon e kanë vra, po ka nuk e dim, se s'ka lëzeshen. Edhe shkoj djali, pe aty që eshtu i nejme neve, shkoj te ata, të këshive, tha, a mëjt me ditë kur shke, tha, Jashari u konë. A, në unë tha, one që ta shta në për fund Kramavikit, ka më shku drejta të baba jemi, po babën, mos më kanë vra, se kojke, se shimë si bjenë, si për mos mi po më korë për jetë, asaj asta.
Thash e djale e mos shko heq, thash se s'ki qka shko, një shallam për shtati. Edhe qështu konë. Ditën e Shëngjergjit, tani e kanë morë, e kanë vra. A kanë vra, që kanë bo me ta, a kanë bo masakër, unë nuk e kum po, s'm ka kallëzu kërkush, po unë me të mija për di që e kanë zonë gjallë, sa ta kanë posynën të gjithë. Edhe kojshia, saj si gjithë i ka urrejt këta, kur se ka desht. Edhe qështu po une po flasë për gjithësi për tonë. Une po i kallëzoj për ata të mitë që shukon në gjarjen e tyne. Kur jena orë në shpis këna gjithë, kërkër më ka marrë në kojshi, e ko me reja jeme, djallë të migjës, polic, edhe bajanoku i djallit, ka thonë hajde me qunë kapellën Gjakov me këqyrë. Ishin do tisha në parafta. Kur më kanë qunë kapellë Gjakov, ku më thonë, o bre, o lemnin kërë bre që të e kom gjitë me 2 durët. Thash o lëshëm një bre, veç 5 minuta të marrë frymë, se më qëj shpirti. Edhe më kanë shumë. S'ma kanë qelë deren, ju m'hiku, më thonë, o zotë që po të lutë, në ti kufshin folgje në shonë, hu rumi metë, veç metë rumi, edhe nëse është rumi metë. Edhe ju m'hi ujdeqët, ku më këqyrë në parafta, s'ka të isha ti, sën, në gjatë isha të ti që ka pas vesh, që 26 vjetë, sëdë në gjatë isha të ti që mi ka pas vesh djali e. Kur i sot jam gjallë, une nuk më mi harru, se e kum pas djallë, po e kum pas edhe shak. Se pa e pas djallë s'mon e kijas shak. Pa e pas shak s'mon e kijas djallë, për du me thonë. Edhe qashtu si. Edhe jena këthy, të një apet në më kanë qu, në 2 vena në Përzeren, apet sashtë, se ishin i kanë qu për Përzeren, apet s'u konë. Ku të kanë qunë Përzeren? Më kanë qu me këqyrë, se të ishin bërë Përzeren, në ti kanë qu e neje. U ku të ishin dikun, mu më qeshin me këqyrë. Po ju, s'ka pas, kënë gjithë që e tina kur gjë kërkon. Tash, po gjinën do e ishna dikun, po mas 26 vjetëve, hajtë besët që është e tina dikun. Nuk jam e knaqshme me ata, që po, si ka thonë ai më që mi ditë bile ku ka vërën, shkërnona në herë të vërën e kanë. Tash qika ju ka martu, është në vend mirë, 4 fëmijë ka, si zotë që dënë, jashtë është, në Gjermani është. Jam e knaqshme shumë, me familjet cojna me ta. Po, unë s'u knaqqa më kur. Për veti më s'u knaqqa. Kur që 26 vjetë, knaqësi s'kum pas. Thesh ke qika, o këthej ke buka për ditë bajrame, the ke, oj, no, ku ma bushe. Ishe vetë që tash vjetë qika jam bushe, vetë që s'u hinë derë, që tash është. Se shreni tina që të vje kur më, po, do kemi mashtru qikën që ashtu me që të fjallë. E kum hek bëllë, kum hek ma te për zdi qysh, po nuk po digoja qa me full, po. E nipi? Nipi 14 vjeç djali u konë, na u ka pa qepe temperature, në penzinë e para ju konë, një vetë për parën. E kena qu, jena shku në Rezal, e për Rezal e kena qu në Likovc. Kena ndesht me qute mjekin në Likovc për temperaturë, se s'kesh kërkon, edhe kur hinëm tu po me hinë Likovc, po ngajnë me kere, po dalën për Likovc, sa o ku po shkënë se Likovc të ja qëtën flakën. Ma, po, unë e ku më thonë, a bënë veç një kërë dejnë me travisë, më mështi me djallë, unë e këqyri vetë, veç më mështi. Nuk u dzejke kërkush me garantu me të morë, me të që jena këthy, kur jena këthy qatë natë në ka dekë të motra në Kopiliq, e ko vurën në Kopiliq. Djali i djalit? Djalit nipi, 14 mush, të ecë, të full, e do me thonë 3 moshkoj, e shtirë me ndalë për i shpije, të një mdule dhe nusja murë banese, normal. Tërkush të të spërri me kërkonin, me qikët vetë ka nejtë, unë punë që tu, punën ka pak, mirë bëllë. Mërzitët edhe për ta, po mërzitët për qike, për tonë. Mu kanë bo që tash bëllë, besa pak mushe, besa tana, hike, mërzije, kretë, po që me bo. Edhe po të kalëzaj drejtë për vlasin, qeresht kështu, se kur në vlasnija mi, s'ka nga shumë. Unë kur ju më konë Prishtinë, ku më dhonë intervistën, para kryqet kuqë. Edhe u konë aty Albin Kurti dhe Vjullca. Thash, as pak s'kan hecë, as një. Me pa hecë në fillim,
Thash, diçka ish bon është, a ishe në gjinë do ishte ma. Tash valla shumë vështirë është, veç po duhet me lyp, sa t'jem gjallë, na jashtë tyne duhet me lyp. Unë po flasë për krejt qka janë, nuk po flasë veç për të mitë, veç në përgjithësi qka janë, gjdukur, këto familje që i ka prek, këto kategori, këto kanë flokët modhe tana. Po qërë, tash pa në fokë është në për tërë me jetu, kur në për dritë. A mo, me e vladë mos përvëvë të sotë, se i shumë vështirë. Se bodë në foka është, bodë unë, po ta me kam burin e djallin e veç, djallit, po apet djalli jem, ma ka këput luqken. Sa t'jem gjallë, me jetu, knaqësin zemër të eme s'kam. Vje Bajrami, ku në kojtë gjithë, vje natë e modhe kojtë gjithë, ja qës lugën gjithë, halo, që 26 vjetë u bonën, halo Bajram, s'kum bo me gjallë, pa bo me fotografi tyne që i kam në murë. Kur? Ti e ki burrin, e ki dhe djalin. Po, e kum gjetë. E kum vërrës kërnicë, burrin. Në kërnicë i vërrëse, nja ku mojtë pomën 7 ditë, në paqeni zonën në Ramonin. Aja ke një zonën, në dhonë në rëkim, ajo konë të pome, ka neja aty, edhe më ka thonë Hasime, kjo është Ramazan i gotë. Qa ta mërmenja, ku më thonë që po të më kur për jetës, sa t'jetëj, kom e nejve jush që shrihet, ja pasha emnin e Zotit, se ti krytë shtotat pa dollë mu martu se lau. Edhe ka doshti lumi Zot, ja ku më dho fjale besë burrit tem, kur e kam qitë në traktor, me qunë vërmishti, i ku më robë me dërë që shtu për mi. Ja ku më lypë halallin, që aty, edhe ju mbetu që aty se kur për jetë ma, burë për mu s'ka. Ose kom u martu krejt, ose s'ka me pas fjallën e janë, më s'kërlache. Edhe qashtu ka tha Ramoni halal të kuft, qashtu është, edhe qashtu kënejt, halal të kuft. Edhe tash qashtu jam. Asu ka ranë men, bile... E tha që me djallë bën Bajram me fotografi. Po, bëj Bajram. Fotografit ati djallit s'kam, djallë nipit, a me këta dy po i kam, dy të bashkë. Bëj Bajram me fotografi djallit, ma bojnë shumë herë me burra, po bo Bajram, thasho edhe me burra, po djallit ma ka shku mu zemë, në s'kam që me bosë, djallit, djallit më ka mytë. Bëj Bajram e ta, ja qës lugën, ja kum qitë dejvan që tash lugën, me piron, me lugë, me taner, me krejt ishe. O, fat me rajde nga të nauna, unë gjoha buk një herë që nauna. Qështë tash... Sot një lajme u gjetë një varë, u gjetë një mbetje, një ashtë dikon. Qësh? Sot një lajme që po gjurmojnë për gjdukun, për samë. Unë veç nga i lajmet gjithë, mu ma bojnë pse nga lajmet, po mos po një diçka. Kur të një diçka më thirë zemra, kur të më thirë Zahria, më thirë zemra, se zë që të thirë kur, ve Zahria, që më thirë ka herë që shtu më ka thirë për këtë rast më orë, se unë ku më dhonë në interviste shumë, edhe më ka thonë veç ty kena me të përpozu, se fletë atin kështu, praj shumë edhe fletë mirë, edhe veç ty. Edhe tash, ku më thonë po, pse jo, ku më dhonë interviste 7 vena, ku më dhonë interviste unë. Edhe vi me dhonë intervistes. Kjo më thirë Zahria, i falenderoj shuqet e shëqatës shumë, zeqen që kem kryetar qaqatës, i falenderoj shumë, me gjithë se për ata, që janë interesu qaqaqëfart, po qësh kanë thonë matë në oltë edhe këta kanë bovë, e qështu. E tha që të thërë zemra, se herë ti ishtë lajme, pse? Pse kam e vladë, pse kam djallë, më thirë zemra, vëllojmë pik ljuti, me pas ljotë me qitë, kur si hjeki për ftyre, si hjeki për burë mas pari. Pse s'ki ljotë? Pse kum kojtë shumë, kum qitë ljotë shumë, kur jem shku të mjeki, të qavullin, në pej, ka thonë nuk i ma ljotë me qitë veç pifshën gjak sytë. Edhe mos ga bo se ljotë s'ki mo, shtek që t'ka plojnë do morë të syve s'ki. Ne vete ku mojtë cynën me zavoj, ne vete ku mojtë tjetërën 2 vjetë. Edhe mos s'kam ljotë qashtu me qitë, veç munuhna po s'kam kështu mërzita bolë. Kur të thëjnë u gjinë e vërë masiv dikon, thëmë, ha, mos djoli jem, një kërë unë gjitë, thëmë, ha, fa lojme, një telefon kur të banë, thëmë, ha, lojme, diçka më vjenë për djallë. Po, s'ka kur fasheje, s'ka. Që ka dashtë mu bo djali?
Çka ka dashur mu bo? Çfarë familje ka dashur me pas? Ka pas qef me pas familjen e shnush, familjen e mirë, edhe i ka pas qashtu, e ka pas gruën të mirë, nonën të mirë, babën të mirë, vllaznin e mirë, u konë shumë e familjes të mirë, thojnë tash, kojshia, se ma mirë di rrethis se vetë që din, edhe vetë e din, thojnë qasi djali, ma në komunët Klinës, nuk ka me lind, as ka lind, as ka pas, as ka me pas. Vetë ato, qka me pas, shka ku dush, mësë të që gabojshe me fjallë tina. U konë shumë i meqëm, u konë shumë i këfjellët, u konë shumë i sinqert, u konë shumë me të natë mirat, u konë, s'ka pas vretjet keqe. E për ata tash e kanë tonë, e kanë desht, edhe po du me thonë tash, edhe ju ka dhim tonëve kë, tonë janë dhim, tonë janë për dhim, po këtë lagjen e Klinës që jemi këtu, kë ka pas zatë mirë. Çka ju thua aty në që din diçka për to? Me bo me të pa. Çka ju kishe thonë? Ju kisha thonë më kallëzu për ta. Qështë e kanë marë, që e kanë bo, ku kanë qu, a ka folë në i fjallë, a i ka hupë kretë vedia, s'ka ditë me folë kur gjo. Më kallëzu për ta kretë kisha pos qef. Me ditë kretë në gjarjet e tina. Nështë ju ka marë goja, s'ka mujtë me folë. Pra, kur ardhat natë, që vllave resi madhe, ja ka shnosh kryt motrës vetë për jashtë në Ballkan. Se këto e murën e qëtën tani, e qonë të ushtria ka natën. E hjekën pe atyhit, mos me pa i zëtë i shpis, edhe tha, që po thëmë, ja ki shnosh kryt motrës vetë. Kësojna i ka ratë legë, tha shka u bo, unë mrena, tha i ratë legë Florisë. Jo, nona vetë, kur gja, mos po më kallëzu mu. Tha shpash zëtë, pas kanë ra fatë mirën. Jo, Hasime, po i ratë legë Florisë vetë, që ashtu i bje kësajt legë për vlatë vetë, për ata vllaznin e vetë, se dhe kërë e 2 vllaznin e ko me djallë të emë të mytën që aty. E këj ka lanë 2 vllaznin e dhonërën, veç u ikë për vetë i ka pështu. E tash, Çka ju kishe thonë aty në që din diçka? Ata që e kanë bo këtë sa? po tash unë nuk po muj me ditë kush e ka pa aty. Nuk po muj me ditë. Bëllë këna ngone për aty, vena asajte, po s'kena mujt me ditë. Se tash ma du me ditë dikush, më kallëzu. Me ditë që kanë vra me një plumë. Gjysa më shdi së mjeket, apo më besën. Me ditë që kanë bo masakër si burën, valla bre, nuk di që i kësha bo veti, nuk e di që i kësha bo. Tash po të kallëzaj drejt, ku me di që i kësha bo veti. E nuk e di. Se ma du, mo gjinë jashtë e tina, se dhe kam pëllaverin e tina vjerë. E marrë veshe shumë herë. Tho ma qënë mollin e djallit, ashtë ta pak bile diçka. Po, kone ka prek në zemër, din me kallëzu bëllë. Kone se ka prek në zemër, a i vish të ep një fjallë formalitet, lovi jem, se nryshës. A valla kone ka prek në ljoqke, ja ka shkrumu zemërën, mu për veti. Unë i kam edhe 2 djemë tjerë, edhe një qike kom, pe 6 fëmijëve 3 më kanë metë. 2 më kanë ndekë, 2 vogël, qike djallë, kë ma i madhë, ma la qiken, veç din me kallëzu, pra nuk e di, s'po di goja që me full, se zemra u bo shkrum. E përmene qikën, qka të vetë qika për babën e vetë? Po vetë këtë qika kur ish pa martu. Oj none kua bushe, a vje bushe tash, a mje përmena ne hic dhejke, so më rëzitke. Tash u me qika jetime, pa bab, pa vlla, pa motër, pa kërkan, veç zotin e ka që të nëndë vetë edhe që gjyshe me gjallarti, ka halën e ka, thmin e vetë shëqër për zotit i ka, se mu ka dhim të ja qikë në shpirë që më ka me jetime. Ju munu ka fshatën e gojës për ta, ju munu me rritë para vakti, ju munu siren, si qiken, për zëte halal zoti o bovë se nashta vete në kum lanë keq për shumë sene për të kum vujtë shumë. Po, s'kum pas që më ju bo mundësi, s'kum pas ma shumë. Që shumë martu qika? Që shumë konë dasma e qikës? E mirë u konë, e mirë, dasmi u konë e mirë, në kanë thirë, misht janë të mirë shumë,
ma të mirë, nuk di qysh se si janë ata, familje shumë e respektune janë, edhe qika uron vend mirë shumë, edhe ka ditë me nej me mojt atë familje mirë, se u konë qika e shkollu në shumë e zgjutë u konë. Ti qysh e ke përjetu dasmën? Mirë, po, me lëtë për ftyrë. Kur e kum po, lëtës më kanë hjek për ftyrë. Kum po shumë dhimë, po nuk më isha me mërzit as ata. Nuk ku mujtë. Se ju mërzit bëllë. Kem edhe nana aty, mirë bëllë, ato qiken me muzike, me të natë mirat e murën. Po, zemra jam e dike. Besa dhe nona vetë u bëhe furt. Nuk kojke, kështu bëlla, dhe nuk më nëjke, po me kojtë s'kojke. Me gjallarët e kanë këqyrë, e kem deken. Grote me gjallarëve kanë këqyrë, sa u konë aty, dhe që u dalë në banese kanë këqyrë bëllë. Po ke kësmet, e kom shti vetë në punë, Ramoni u konë krytarë këtu, kur e kom shti në punë, se Rama ma ka marë në punë. Ja dhe në banesen, ani merë banesen mirë bëllë. Valla du me dalë. Kush për rësat me konën bashkë me kunete, me kunata. Nuk ka pas faj që u dalë se ja besaj sot se me burrat vetë ju delë punë, jo se në me ka lavla, kështu paqë. Qështu. Qka të manë shpresë? Qfar shpresë e ki? Nuk di qfar shpresë e kam. Kur për adjallë shpresë nuk kam që më gjinë ta shtetina, nuk besoj. Po ti po lufton halo? Unë halo po luftoj. Edhe e para në këtë shëqat ju më konë, 24 vjetë u banën, që jem që të shëqat, e para ju më konë, edhe deri sot, gjithë ju më konë, gujaz ju marë e parë se kum lorë. Kum thonë deri që zgjinët as një heq, unë edhe për hatër qëqqinis, shuqeve, se dhe aty e kanë zemrën shkrumsione, e kanë djemët, e kanë qikat, e kanë burrat, e kanë loznët, e kanë kretë, edhe unë ko me shku për ata. Edhe më gjinë djallën e prapë ko me shku. Dere sa të më qëjnë 2 kompë që s'puj me jetë heq. Ahmet Bajrami, jam vllab i Gjavit Bajramit, që është i zhdukën me 27 prill. Po ashtu, kam edhe 2 djemtaqës, Gjaferin dhe Sylin. Nikosisht janë edhe 4 kushëri, të më thotë një gjakë janë. Sadri Rama, është Sezaj Rama, është Adem Rama, edhe Bujar Rama. Po. Të cilën vit ka ndodhë kjo? Kjo në prill, me 27 prill. Natën, Po, natën, në njëjtën një vend ku janë me gjithë që aty në meje. Zotri Bajrami, me çka ka punu vllau Gjaviti? Gjaviti ka punu, një kohë ka punu në Austri, kem pas prindin e kem pas, pastaj ka ardhur dhe ka punu si shec, një duaj, nuk kem mujt me qumë mua në Austri, tash që ka pas ato rrethanat e veta, kështu që është marrë edhe me armatim, a i shkoni në kuadrun atje, po në s'kem ditë, po edhe kështu që nuk ka shku në Austri ma. Ma në fund filloj lufta, edhe u dut të nshojmë fshatin gjithë. U pozicionu në Junik, të një dhëndër, po ashtu unë isha dalë në Jasis, që ishin këta Agim Ramadani e Sali Ceki, këta se isha, dhe unë në për këtu rrethana i në kuadrum, edhe kështu që unë ndam. Ai shkoj për Kodrali, unë meta Jasis, dhe ma në fund ranë me 27 prill. Të regon pak çfarë planesh ka pas vllau për jetën jashtë fushës luftës? Çfarë ëndrash ka pas? Ka pas ëndra se s'o interesu për kur gjë tjetërisht, është bën pe Austri, po them ne kem pas një standard e dinta tonë mirë që kem pas një standard mirë, jetësor. E ka pas dugon, e ka pas kjerin to, thekë se kam interesant pasunia, se kam interesant fëmia, kështu që i kalon 2 fëmijë, një vajzë edhe një djalë. Vajza ka qenë 2 vjeçë, djali 1 vjeç mi kalon, kur është vra. Kështu që të mini kom marë, gjithë e din që i kom rrit, i kom shkollu, i kom edhe kështu që tash jeta vazhdon
po të thëmë drejt, në qerak mu po, në edhin nuk të jem të pa dëshirë, pa vullnet, pa, se u shku 23 vjeqare shku. Kujtohen momentet e vllaut në një, çfarë planesh ka pas ai për fëmijët e vet, për të ardhmen e tyre? Pa i për fëmijët dhe gjithë që ka të bojmë të shkollojmë së në fëmijë. Po, shkollimi ish, ne ish shkollimi ish, që të shkollojmë fëmijën. Tash edhe baba, o ka aty ligjërata që me punu 27 vjetë në Austri, e kish një kulturë pak ma të butë e kish. Dhe këtë fëmija duhet shkollojmë, duhet të këshonit edhe për pasuni, edhe për gjitha këto që mos të bojmë, i përtaq për jetesë. Qarë moshë i kalon fëmin? Fëmin, qika ka qenë 2 vjeqe gjys, pa i botëri, djali 1 vjeq. Çka din ata për babën e vet? Pa i valla e ta edhe pak din për babën. Ka një hera e qika. Fali. Djali s'den, valla, djali s'den. Po, ju kanë bo thmit mirë, janë bo thmit me kulturë, bile dytë janë jashtë ty punu. Në Austrien me Bisa, këshyri kom, rriti kom deri në momentin e fundit. Qështu pati, unë bëtëm, herën e dytë kur më kanë thirë të Prishtinës, që këshin bo adanen, që e ka qenë ma vështira. Duhet ata ishte me e krejt. Edhe kur kush nuk e din ves djali. Ajo ka qenë pushk në shpirt. Ke majt në veti? Po, në veti e ku majt, veç djalin e ku marrë, se ku më kalësu grua se fëmijëve të ashtë edhe herë me i shqetsu, se me dërtet ishë rënë. E qështu jeta, besoj që Boris tu kem dalë me fëmijë. Qa ka qenë duke ndodhë gjatë muajit prill? Çfarë situate ka qenë? Kur është duk familjari juaj? Pa i ka qenë qështu s'ku me të gjithë puna, ku shkojshim në gati si të gjitha, pa mërvesh një drejtim. Dhe brosh në racaj, dhe më thonë, Luk Caragojt. Deri që edhe unë kushtrimi i lig, i zi. A ditë, pas vrasjes që qytën e 4 serbëve, atëherë është marra e aksion, edhe kjo kanë njerëz edhe kanë filmu, kanë argumente që kanë thonë, kur varros kanë thonë dhe të vritën 100%. Kishit paralajmërime që situata është tu përkeqësu, që mundet me ndodhë diçka rrezikshme? Po ka pas asi informacione, po tash njerëz gjithmonë shpreh, hajtë se nuk po bëhet, sa dhe s'po bëhet, nesër s'po bëhet. Ty e di që tash vetëm Serb, se unë nuk di as një kom tjetër kur vret gra fëmijë e pleq. Pas frikë vllau që mundet me ndodhë diçka e keqe? Nuk ka pas. Sinqerisht po them s'ka pas. Qasi kryje ka pas, që e din krejt tas, ka pas, që shtu ka pas, krejt e ka pas. Ka paralajmëruar do kush për me pas kujdes? Ka në paralajmëruar njerëz. Që mu largua, mu me ikë, se është kufi, është afër kufini, edhe kështu që mund ndodhë, çdo gjë mund ndodhë dhe pritet me ndodhë. Edhe kështu që u largum prej bileatit të fshatje kem shohë, mënyrën masovike kem shohë. Dhe e ndodhë dikush një nik, dikush ka kamujt në rëmisi. Të regon pak qysh ka ndodhë zhdukja vllaut, kush e ka pa për herë të fundit? Pa për herë të fundit nëna e ka pa. Në cilin vend? Me, a ditë kur e kanë marrë. Kush e ka marrë? E kanë marrë Serb, qëto. Që ka kanë pas veshët të një, qysh janë duk? Pa i ka pas edhe kësi me shaminja, dhe kësi të këti që shi thëshin mërë. Paraj. Polici, ushtri, në konë të përzini, në konë militari, në konë të përzini, në konë. Edhe bashkë një po më thotë, atë natë që ka qenë, tha, nuk kem një krizma.
Po do më hanë, s'kem një veç brima, se ato a bo masakër, a bo me thika, me armë të ftofta. Une, kur e kom marrë certifikatin e vdekjes, e kom marrë vdekje me armë të ftoftë. Të sakica, thika, po. E do më thonë këta e në shku, me armë të ftofta, i kanë masakru, sakatu, me thika, me sakica, me sopata. Se asë një net, bashkë një kolegë aty më ka thonë, se kem një. Ati asë një pushka, sa di që jenë konë afer të aty. Krisë të armë s'kem një. Çka ka ndodhë tutje? A? Tutje, çka ka ndodhë? Tutje kanë marrë, tha, në mëngjes. Ka pas edhe gjallë, tha, aty me kamiona dhe i kanë qu. Batajnica ku i kanë qu. Hiri kanë marrë, i kanë qu, tha, në Bac. Një fabrike kanë qu, herë mas pari deri, si o bo aksham, nesrit, atër i kanë përcjellë për Batajnicë, që ashtu. Varë masiv, mërthej, me kamion, me përvoreza. Cila ka qenë dita e fundit kur e je pa me vllahun? Dita e fundit ka qenë një 3 javë, kur e mërthyuri për Shqipni, që i mbora i qova një pse duke munda. A ditë edhe i kom marrë, kem pas me një djallë të Moskrasnicit 120 veta. I kem qitë për Gjorovic 3 ditë. Për e asaj ditën e ka u kontakti atër se u shregullun. Edhe levizjet, edhe ato, edhe kështu që përfundoj. Qa ka të regu nana për atë moment? Për atë moment kur gjove, si më kanë thonë, a ki parë, thaj në ardhën, kam në traktor, mi kanë e këtaj kom pas ta 3.000 marka. Haj ta shpetoj adi, djalin, mi kanë marë, thaj ta shhecni. E i kanë marë, i kanë nënën e sipër, më tha, i kanë bashkua edhe duke me hecë. S'krejta marëm, krejt me marëm në dorë. Por... Mas lirimit? Mas lirimit, shka dhe në kunë si kur robotat. Mas lirimit, tonë të mërzitun, tonë të lodhën, tonë qashtu ma. Atër ishim të interesur me rritë qëta thmi. Fillut kërkimet, ku e keni kërku? Kem kërku, vallaj, se s'kem lënë vend pa herë me qitë dervishtërimin, se kem qenë antarët kryesisë, nuk kem lënë vend kështë duhet deri në Merdar. Në çfarë vendesh jeni shku, me kanë jeni taku? Jemi taku, vallaj, jemi taku me shtatë qeverisë, jemi taku me këta të Nënës Tereze, me kos jemi taku, me këto shoqatat që jenë konë për në zhdukun. E nuk me lënë vend me qitë dervishtërimin pa trokite, pa kërkua. Ka pas persona që kanë ardhur me kontaktu, Gjoja din diçka për familjarën ju? Po qysh jo, mërë, qysh jo. Çka i thani? Thajshin që si avokat, falca që si po. Duhen pare se jenë të hetun, bile që ati plakën të racaj, jepshin në telefon. Ata të tërkush, Gjoja që o djalli të hecfol me në telefon me djallë. Çka i thashin? Është gjallë, është po, babi jem gjallë që ka që pare duhen që si... Që shëndo këta njerës që ju kanë kontaktu juve? E jeni taku në jarë me ta? Ja, ma janë ika ta si kur, si kem pa mas, po, është faje jonë, është edhe faje... Mas përfundimit luftës, a jeni taku me këta njerës? Ja. Në faje jonë, konë si kem, po, s'kishim atër iPhone, s'kishim me fotografu, me pas argument, me pas, po. Ka pas njerës që ju kanë kërku të holla, Gjoja që din këmbim të informata për familjarën ju? Ka pas. Sa parja u kanë lyp? Pa i lipshin 3.000, 5.000, i lipshin qështu. E keni dhënë diku i parë? Ja, vajra është, si kem dhënë. Cili keni qenë më i madh, ju apo vllau? Jo, vllau, i ka qenë, 72, unë jem 56. Ka qenë shumë i ri, ka qenë. Çfarë moshe ka pas? Po 72, shukon 23-4 vjeç, 23 vjeç. Keni kujtime, keni filmime Kemi vllau? valla kujtime, kemi gjitha ato, por ma keqe se gjitha fotografit ato filmike, dasme, se ato i kem pas, i kanë ndjek me shpi, se nuk ka ndjek shpi e kretë shkrumë, po. Sa kohë mas luftës se keni gjetë vllaun? 3 vjetë. Ku është gjetë? O gjetë në balajsti, në Batajnica, sti ku më duket, ati është gjetë, atër e më shku e kemë qyrë
rrogët kanë pas, një jakne ka pas e do. Një qamper pak. Aty e kem badin. Qysh është po identifikimi? Identifikimi jo po përmes ADN-s, to e kanë po përmes ADN-s, që ne kanë marrë ne familjarëve, ne kanë marrë. Cilin dit? Vallaj, që tërë mas çlirimit, pak një vit pa dalë, të nënë se timin ne i kanë marrë. Ka pas raste kur ka pas edhe gabime në identifikim? Ka pas shumë, unë të thash, unë ma shumë i mërzita ditë, kur bile me një të Smalic ka qenë inuzve, një profesor, veç se ata ditë, edhe në kanë thirrë, e ko marrë djalin, se se ko marrë ata fëmijë, se ta isha pak, mës të i mërziti pak. Edhe kur im shku, tha Ahmet, qështu, tash, edhe mëra duhet me kryket procedurë, se është procedurë. I kanë marrë ata eshne, ato i kanë marrë, i kanë nështitje, edhe që a ditë jem koni dekun. Sa? Se ka qenë vdekje aty fisht. Shkana bo lukta i ka këto, vetat i ka, por... Qa kishë me thonë dikuj i cili ka informata se çka ka ndodhë me këta persona që janë zhdukën nga masakra mes, që din diçka që kishin me ndihmu në zbardhjen e fatit të atyre që ende mungojnë? Pej ty në kërkojmë vjene, po do më thonë krejtë Kosovë kërkojnë që të ebë një informacion drejt, burimor edhe gjinën të njerës, se është brengë e modhe, është unë e pëtëm. Vetëm ai ka thonë Asradini, ai që është zupinarë dhe ndjetë më shë. Na kemi dhimbjet më vagën, vallaj që rekurs në heket, se tash njerës pa e përvu nuk e, gazetarë nuk e din. Veç unë pëtëm dhash zoti që edhe ata njerës, se është lehtësim, është i shpirtit, kur i gjonë, ata e din që dikun, e qënë një lullë, e qënë, aja dhim të shbëllë, nuk e këtë dhim të, po pak letësohet. Dhe je pak ma i letë, edhe në shpirt, edhe në jetë. Është krim, shefja, se cilit informacion që ka të bëjë me personat të zhdukur? Krim është. Aja që nuk të regon, aja është më skopshim shpirtin ti, asë në erën e tine. Që ka më thonë politikanëve si Kapola, Kosovare, si nga jo serbe, që kanë këthy në pazar politik që është në zhdukur? Po, ato kanë gjithë, nuk e hera para, pej mas lukta, ata nëmën, se i shoqate nëmën, se njështë, unë e di se unë e kom punu në institucioni dhe jenë pasunu, unë e di që u kanë marrë njërës e pari dhe jenë pasunu. Vërrezat që i kemi aty, 3 hera 4 pra jenë punu, 3 hera 4 jenë punu. Kanë hapë të ndërë, zdi sa herë kanë hapë të ndëra. Dhe më thonë, edhe në vore kanë përfitu, që ta më të rapas tonë që u heqin politikën e Kosovës. Ke pas familjarit cili ka vdek me mallin për vllaun? Pasha, ka pas. Kusht ka? Nana. Nana ka shku? Ka vdek nana deri sa vllau po një zhduk? Nana, masa me ka vdek. Masi ka... A i ka prit? Po. Aja është, se ke qërë, me dit, nanë të kemi dit, që e kanë vra 70% mjeket. Ati plum që i ka ra plum. Mjeket të ke. Po, dijet që shenë në vra, që e ka marrë edhe nënë, kur ka marrë certifikatën e vdekjes, dhe të vdekje e dhunshme me armë të tëfta. A shë andër në janë vllaun? Pa i vallo, e shë të jarë për Austri shpesh. Kom pasë edhe, kom pasë e konë shumë i ri pa shëk. E shë të jarë për Austri. Qa të thot, a bisedon? Por zobis, a me ta kini punu, ma kini po kështu veç për Belgjumi prej herësit. Aja ta konë shok në herë? Shok të aja shek? Shë. Të hiqet madhe? Pa me sa veç për shtot. Bes për shtohet. Se ka pas shumë mushatarë këtu.
la studimet, i la ato, tha, ja, herë, tha, kem pun tjera, dhe, atë vit. Të pyesin shokë në herë që shiko fëmin. Po. Shpesh. Fëmija, a vinë shpesh? A vinë shpesh fëmija? Po. Vinë. I kom rejt mirë, më thash. I kom shkollu, i kom rejt mirë, i kom rejt... Bire, këta fshatja, din gjithmonë, falemnderoj, që ki pas. Kujdes. Tregon pak për momentin kur është martu në besa. Aj. Ta qaj vitën. Ta qaj vitën, ta qaj. Rosja, lam, gam, do mësu me krejtë, se vabaj, së mdelke vaja, së mdelke më vrajqim. Po qasë, ta shë vëminja, por nuk e kanë harrua. Desër shumë më thirën, që aki parë, aki se dash, jem mësu të në herët, inspektor, jem thirën vazhdimit, nështë e ma shumë se të mitë. Dhe po du më thonë, nuk e kanë harrua. Shikues të nderuar, kemi ndjekur 2 rrëfime mjaft të dëmshme të familjarëve të personave të zhdukur. Ne do vazhdojmë të intervistojmë dhe familjarë të tjerë. Andaj, çdo njëri prej jush që keni familjarë të zhdukur, ju lës të na telefonani në numrin tonë të telefonit 22 4498 dhe ekipi jonë do jetë aty për t'ju intervistuar dhe për të dokumentuar dhimbjen tuaj. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.